Pas 3 javësh të ekspozuara në Hamamin Mesjetar, fotografitë abstrakte të artistit italian Fabrizio Lojacono zbritën në arenën e Amfiteatrit Antik të Durrësit. Antikiteti dhe arti modern u bën bashk, ndërsa për ta bërë atmosferën edhe më mistike, kontribuan tingujt e violinës së artistit të famshëm Olen Cesari. 16 fotografi të artit abstrakt të Lojaconos në ekspozitën Glen Sofit kanë tërhequr jo pak vëmendjen e artëdashësve, turistëve të huaj, por dhe nxënësve të shkollave. Kanë ardhur shumë studentë dhe nxënës të shihnin ekspozitën. Kanë qenë edhe shumë turistë dhe qytetarë durrësak. Kjo gjë më ka dhënë forcë edhe për ekspozitat e ardhshme. Me një karrierë të gjatë ndërkombëtare për violinistin Olen Cesari, prania e tij si i ftuar special në këtë natë përmbyllëse të ekspozitës së artistit italian në qytetin e tij të lindjes nuk është diçka e pazakontë. Në këtë kohë kur teknologjia na mundson që secili prej nesh të jetë fotograf, dora e profesionistit është ajo që bën diferencën. Fotografia është në duart e secilit nga ne në këtë periudhë të fundit, sidomos kur kanë dalë telefoninat. Secili nga ne është një fotograf. Por në të njëjtën kohë ka dhe njerëz që kanë për zanat, për punë, dhe jo vetëm për pasion. Dhe ata kanë një sy ndryshe nga tonë, shkojnë dhe shikojnë me artin e tyre dhe me veçantinë e tyre, shikojnë një gjë që ne nuk arrim dot ta dallojmë dhe ta shikojmë. Të pranishmit në amfiteatër mbrëmjen e së premtes patën mundësi të njiheshin më në detaje me artin e fotografit Lojacono përmes rrëfimit të tij në skenë dhe njëkohësisht të përjetonin emocionet që muzika krijon kur ajo buron nga loja e shkathët e gishtërinjve të virtuozit Cesari. Gjithsesi, kjo nuk është hera e fundit që dy artistët do të jenë në Durrës, sepse projekte të reja po vinë. Akoma jemi në pritje të koncertit tjetër në Durrës, koncerti tjetër i radhës në Durrës ndofta do vi verës që vjen. Jemi në diskutime edhe me bashkinë. Natyrisht, kjo është përmbyllja e kësaj ekspozite, por do të pasohet nga një tjetër, po në Durrës, por nuk mund të them më shumë. Pas 20 vitesh me shumë ekspozita personale të hapura në Itali dhe jashtë saj, dhe shumë çmimesh të rëndësishme kombëtare dhe ndërkombëtare, Lojacono solli artin e tij në qytetin bregdetar, pasi ka një dashuri të madhe për vendin e shqiponjave.